Jemi këtëver në studio, jemi drejt për drejt si zakonisht edhe në YouTube dhe si që dini shumë shpesh në Kosova Live promovojmë jetën e shëndetshme, do të mundohemi edhe këtë ta bëjmë sot, por jo me ata që janë në për rrjetet sociale në për TikTok, por ata nga sallat edhe nga garat të shumta që kanë marrë pjesë, tituj të shumë po ashtu që kanë, bashkë me ne sot është Graniti, Rilindi dhe Kushtrimi. Dje mirë se erdhët. Po duke studio mbushur kur pesha atje në ekran. Djem, ju thash edhe më herët kur erdhët, që realisht shpesh flasim në emision për këtë jetën e shëndetshme, për fitnesin e sportet e tjera dhe gjithmonë shoh që ka një interesim të madh për të dëgjuar. Ndoshta këtë ka ndikuar pak edhe rrjetet sociale, TikToku. Një pyetje parë që më vjen është që sot dëgjojmë shumë dhe mund të dëgjojmë, nisur edhe nga TikToku, këshilla të shumta, është bërë një lloj praktike që fol dikush shembull, fol Graniti, del dikush tjetër e demanton atë deklarate kështu me radhë. Dhe pyetja që vjen në këto pikë është kujt me I besu sot, kur flasim për jetën e shëndetshme, kur flasim për fitnesin, për çka duhet e çka nuk duhet. Si të donim. Ko ke Kushtrim? Se po të këshyrim të Po janë njësë pak ma jetër. Edhe zakonisht gjithë herë për parësi kështu falë njërës. Edhe keni ujtë pare, kështu që po kuptohem pak. Po janë njësim kështu fillimisht. Sot jetojmë në një botë ku për një merë rrjetet sociale na afrojnë shumë mundësi të leximit, njohurive të ndryshme. Mirë, po pavarësisht prej kësaj, duhet kemi shumë kujdes ku konsultohemi dhe çka lexojmë, e çka morrim, e çka praktikojmë në jetë. Sepse jo gjithçka duket ashtu siç lexohet, e jo gjithçka duket ashtu siç ndëgjohet. Ka shumë gjëra të cilat në jetë për shembull mund me lexu, po në praktik nuk mund me praktiku. Gabimi më I madh i njerëzve këtu është sepse kanë filluar një shtresë njerëzve më të madhe që është shumë një djem të ri lexojnë, djem të ri informohen, japin këshilla, pse jo? Nuk jam kundër kësaj, mirë, po prap du me morë një shembull shumë thjesht për me spjegu krejt këto. Mu më ka ra më punu shumë me të hujt, diku një 4 vjet më ka ra më punu me të hujt, edhe se cili prej tyne, kur ka vendos më të kontaktu ty për trajner personal, ose për ndoj plan të ushqimit, mas pojt të ka vetë kush jeti. Masanej ka hullumtu me ditë si vin tone, masanej ka hullumtu me ditë a është njëri I duhur tamon për me morë informatat e sakta dhe që I duhen ati për ato që ka I ka dasht me bo. Gjithherë, këto ma kanë bo, dhe më thonë, më kanë këthy drejk, më kanë mojë 2-3 orë, më kanë bo pyetje, masanej, kur ja ki mu shmenën ti që për një me I di shumë për këtë punë, tani ka pyet çka më bën ti, a mu jona, jem gjendje, unë më konaj që mu imi praktiku këto që ka ti më jep mu, si këshilla. Që do të thotë, sot, jo gjithçka është e lehtë në aspektin e sportit, edhe në aspektin e të ushqyrit në sportin tonë. Masanej është shumë specifike, sepse secili organizëm është specifik, nuk ka shabllon kur gjon këtu. Nuk mujë më thonë që amirit edhe kushtrimit I funksionon I njëjti sen, I njëjti plan, I njëjti as planit ushqimore, as tërvitore, as të makronutrientët përgjithësi dhe mikronutrientët përgjithësi, dhe më thonë gjithçka është specifike. Unë nuk jam kundër kësaj që e bojnë trajnerët e TikTokut, por realisht ju thëm njerëzve më pas shumë kujdes këtë koncept, sepse është bo shumë komerciale kjo punë. Shëndeti nuk është komercial. Natyrisht, edhe atje ka trajner të mira, ka trajner për cilët I mundesh me mësu, ne nuk po I generalizojmë, po e shoh që ju referohen vazhdimisht te kjo trajnerët e TikTokut. Nuk e di, duke qenë në këtë botë, ju si Rilind. Pavarësisht se Kushtrimi I përmendi këtë informacione që mundëm I marr prej rrjeteve sociale, unë të njëjtën kohë them që njerëz kanë edhe mungesë njohurive sa I përket rrjeteve sociale, se ka raste që kanë shkruar plot 3 ose 3 më kanë kontaktuar në Instagram ose në Viber, më kanë pyet për një trajner ose për një diçka tjetër, se shumica e njerëzve e kam vrej që ndoshta veç të scroll në Instagram ose në TikTok se diçka është një të fol me një podcast diçka dhe thot që ta shroshën trajner. Edhe mandej kur vazhdojnë me ta një muj, mas 2 mujve 3 nisin shkruajnë të na thonë që shtë jëmë kohën, që shtë kom vazhdu, për rezultatet jenë qëto. Edhe kisha thonë që jo është me një scroll, më nështë me gjithë trenerin e duhën, e kena Kushtrimin edhe Granitin që janë shumë aktiv në për palestrat e sportit, që bagi kena shumë vite që mirë me këtë sportin, po ka njerë kur po flasëm edhe na, ose pi kundërshtojnë këta TikTokut, po bina keq edhe na mas nej. Po prandaj është pyetja tash kujt bie besu. Granit që kena lënë as po folëm shumë. Ja po folëm palestra. E vlerësoj shumë që keni ardhur në studio me fol këto. Granit, sa dallon TikToku prej sallës? No, me sallën dallon shumë, po ka edhe në TikTok ka informacione të mira, vetë që duhet
me di cilat janë, se edhe në TikTok edhe në Instagram e në Facebook mundesh me marrë informacionet mira, dietat mira, që ty të përshtaten, edhe ushtrime që ty të përshtaten, po jo çka të del me praktiku ka shumë dallim. TikTok me palestër është si nata me ditën. Si nata me ditën. Këtë pjesën që kena diskutuar shumë edhe me kushtrimin e me granitin, pak si problematike ka pru edhe nështë kanë pru pak edhe sallat e fitnessit, pak nështë edhe pej federatës, se shambull na kur i na kun të pregadit për një gorë, se kena bu sport, rroll në herë që kena pos mundësi me bu në i podcast, ose në i video, ose me full rrët fitnessit, ose rrët ushqyres, ose diçka. Në edhe pëse si na kun do një vetë në shtagarus, na i na kun, kina shku, kina këshyr gorat, i kina këshyr regullat treja që ka qiti FBB-ja, ose diçka, edhe kina po shambull garus, që ajo pregadit të në kohën, po se ka dit kategorinë e vetë ku për dhe me dollë. A i ka ordë atë, me gjithë një kategori, me dollë veç vetë, mu shpoll kampion, edhe me dollë në TikTok me thonë që unë jam shky kampion edhe unë ju kalëzaj sot për fitness, ose bodybuilding. Edhe kjo ku një teloshi që na ka përcil të në këtu vjetë. Edhe që kjo është ajo mungesa e njohurive të njerëzve rrët qasojna që na e dina pak ma shumë, jena pak ma fellën që ato që i përcilën garat e senet, mas të njerëzve që kjo mungese informacionet. Po, kushtëm, natyrisht që më tha disa që njerëz kanë mënyra të shumta për të marrë informacionet dhe kjo na pëlqeu ose jo gjithsesi e ka ndryshuar si industri. Cilat janë gjërat kryesore që sot kanë ndryshuar në këtë industrinë e fitnessit, me qenë se ti edhe granit jeni edhe më aktiv edhe me klient dhe cili është ndryshimi më i madh që po ndodh në këtë kohë? Dëgjon, krahasim me vitet e ma hershme, interesi i trive, sidomos, po edhe i të vjetërve, është ma i madh shumë. Nuk diskutohet kjo punë, sepse tashti kjo puna e dokjes mirë edhe e mbajtjes së shëndetit është kriju në një farë lifestyle, kështu nuk është mo të një kategorie të caktuar njerëzve, po menej të një shumicë njerëzve që është shumë për mua admiru ky sen. Mirë, po pavarësisht për kësaj ajo që na e diskutojmë shumë shpesh është neve na ka ra, për shembull unë kam 12 vjet përfaqësuesi kombëtarës, Granitin pe 2019-s, pe 2020-s rilindi, edhe neve na ka ra më pas kontakt shumë me botën jashtë. Te na këtu si popull mungon disiplina, nuk ka fjalë. Mungon disiplina dhe problemi më i madh është që në Kosovë njerëz i shohin gjithherë vetëm rrugë të shkurta për të arritur një rezultat caktuar. E rezultati caktuar nuk do të thonë më bë kampion, po me arrit për shembull ato që ti dëshiron me trupin tënd ose me shnetën tonë paraprakisht. Edhe kjo më shqetëson shumë tashti, të e pas qit mentalitet si popull, që se kemi disiplinën, se për shembull jashtë na kemi kolegë që diskutojnë punën e si vjetshit, rezultatet e punës e si vjetshit, mi korë mas 5 vjetë, na s'kemi ashtu. Kjo është shumë shqetësuese. Edhe me klient që punojmë e kanë këtë filozofi. Në qoftë se ti tash t'ia shpjegon që për me arrit një rezultat duhet konsistencë dhe disiplinë, motivi në sportin tonë është zero. Sepse motivi është sot, është nesër apo s'është mas nesri. Okej, motivi dhe disiplina, cila janë? Disciplina. Se qyre, motivi s'bëhet fjalë. Mirë po, motivi nuk është ajo që e bën sportin tonë e as në jetën e përditshme me rezultatin. Është disiplina. Sepse kur s'ke motiv ti dush më shku detyrimisht, se nuk ka për shembull 3 ditë s'po më shkohet, s'ka motiv pelan. E disiplina ta krijon ty konsistencën, konsistenca sjell rezultatin. Po, vetëm atë çka është vetëm që po, nuk është rrugë e shkurtë në cilën ti mundesh për arrit rezultat. Po, atë është mos mirënjohës fitnessi, sa flan me një. Çdo sport është. Çdo sport është. Pse granit? Sportin përgjithësi është mos mirënjohës, le të themi në momentin që ti e le. Bodybuildingi është dallohet më shumë që është mos mirënjohës, se për shembull ti e bën treningun edhe i bën muskujt, edhe momentin që ti e lën ata muskujt kanë me flajt pak, kanë me pushuar, e gjejnë atë çetësinë vet, edhe ti dallohesh, të sheh veten pasqyrë që si e njëjtë. Në sportet tjera nuk e dallon shumë. Me bodybuilding e dallon se kur del para pasqyrës nuk je i njëjtë. Edhe normal që është dallim pak më i madh. Okej. Rilind, çka të pengon më shumë ti? Dhe në fakt, kur e themi këtë që e tha edhe pak më herët, kushtrimi, që sot fitnessi është bërë lifestyle, dhe realisht shumë e thonë këtë. Për ty si e koncepton këto, në momentin kur themi që kjo botë e fitnessit ose sportet në përgjithësi janë bërë një lloj lifestyle i të rive, sidomos i gjeneratave, ndonse mbas të dikush më i moshuar mund vjen edhe për shkak të problemeve shëndetësore që ndodh, është e kuptueshme. Po, janë ka që vinë për lifestyle-in për më dukë ma mirë, ka që vinë për shëndetin për me pas një shëndet ma të mirë, ka dikush që kanë të lashe me ndonjë pjesë të muskujve, nështë ta
shpinës ose diçka tjetër edhe lypen kërkojnë ndihmë pej fitnessit. Këtë çka është problem që e tha edhe kushtrimi është sidomos te tritë dhe te trejat që rezultatet i lypin shumë shpejta. Po atë disiplinën e punës zero. Edhe që kjo është domethënë më e vështira. Na mundu me punu me 3, me 3-ja, edhe me matë më shumë me secilin do klient, por nuk është se na kena shkopin magjik edhe me thonë bënë qëto që shtu për një muj. Nëse vetë kliente nuk e ka një qëllim vetin ku po dënë me arrit ai vetë edhe me pas disiplinën për qatë qëllim vetin ku po dënë me arrit, edhe me neve është e kotë, se na mundu me full, edhe me diskutu të ditën edhe me tregu rrugën për deri të finalizimi, po kur ti nuk do me mri finalizimin, është e vështirë. Këtu po du mund ndërlidh diçka. Këtu është problemi që po i keshim na trajnerët e TikTokut, edhe po dohem tash të na knej, që mu së vjen keq hiç mu do, sepse unë ju thëmë gjithë këta keshin me mu, unë ju thëmë ju mundi më punu këtë punë, inshallah keni punë gjithë, ma shumë se sa na tonë, edhe inshallah keni të ardhur, e arrini edhe ma shumë se sa na, po për momentin kolegë si jemi, se për më konë kolegë, na do të me pas bili një kolis të vogël medalje, bili një kolis të vogël. Edhe, se po du me përfundu. Problemi i kësaj që na nuk e kemi ignorancën në shprej, absolut, sepse nuk menoj që një sportist të nivelit tonë mund me pas ignorancën. Absolut heq. Problemi është që trajnerët e TikTokut ju afrojnë njerëzve, për shembull, mundësi për një muj mi hek 20 kg. Për 3 muj mi bo muskujt. E kjo të na është e papranueshme, ndoshta edhe kjo na bën neve pa të këqij ose budall tek klientët edhe tek njerëzit normal. Mirë, po na e thojmë realitetin, sepse na e kemi provuar realitet, na e dim ku shkon trupi, na e dim limitet e trupit, e dim çka duhet për me mrri dhe sa duhet kohë për me mrri një rezultat që dikush na e kërkon neve sakt. Nëse s'ja qelloj me muj, ja qelloj me javë. Nëse jo me javë. Edhe me ditë, më spesë ma ne. Po, problemi është që, me qenë se po i referohemi si trajner të TikTok, problemi është këtu që nëse dikush del dhe thot që për me arrit këtë rezultat, ti duhesh me ndalë pa tjetër sheqerin, duhesh me ndalë këtë ushqim, duhesh me ndalë atë. Del dikush tjetër që thot nuk është nevoja me i ndalë shambulla, thjesht duhet me menaxhu se si i konsumon. Dhe më pas vjen këtu çështja, me ku të shkoj? Zanet të sheqeri. Problemi më i madh është klienti, se kanë erë klientat kur hinë këtë fazën për më pregadit pezo për një garë, që po fuli ma shumë për ta garu, se neve na garo ma shumë me garu, me po edhe me një pej të nëse kështu në sola fitnessit rol që kena ku munolja dhe me diskutu me dikan. Edhe të loshë është e këta garus kur të vinë që mas fori si besojnë vetës, tani si besojnë kushtrimet, tani kthehen te rilinde, për rilindit si besojnë as rilindit, shkojnë te granite dhe jesin veç të usilë që shto. Po du me përmen një rast e shumë vitin 2023 ose 2024 nëse s'gabaj, na shkum veç si shikus, shkum me një garë, kampionatin evropian ose botror. Edhe dëllë me pi kafe në bashkë ato dhe i përcilë shumë garus, të mënoj shumë dikujna diçka që ka nevoj me ndimu, se është ka gjanë një farë sfide dhe në pjesën e garat. Edhe kër e ki dikën veç ofër me pas, për ty është Po, absolutisht, e kuptoj, po. Edhe dëllë me pi një kafe dhe veshin tash garus, që shtu të diskutu, që mja bu këto, që mja bu këto. Na gjithëre kena përmen se kër jena në gara, na 2 javë para gara, na jena gate. Na veç ato 2 javë të fundit, veç rrina dhe pregaditun kër e kena kuën për me dalë s'ken. Edhe vjen një trener personal. Më thoi, trener personal. Kish me dalë në gara dhe po vjen, tha, qka me bu, tha, që shtu, tha, s'po muna me nëzirë rujt për i trupit dhe diçka, jesh që shto puna dhe pasha po më gërë mu. Mësë më shtesu në kalzëname. Pasha po më gërë mu, shka me bu, tha falj. Thash ti, çdo 10 minuta dosh me dhezë një cigare. Thash edhe djenë ku e gorës, thash ti duhet me di, thash që dosh me pi një pak e gjysë cigare. Edhe unë ja thash, kuptohet që Garja dhe garat. edhe nësëm na me këqynje një tjetërin që shohet e i blenë cigarët dhe anisi cigarët, bam, Se bum, çka bam, ke cigaret e Pas ka marrë me shumë. Unë pe preku këtoj thash, tregoj më që ka bëjë garet, nërse marrë njëri të pi cigaret. Gjithsesi, E qëto janë të lashët, ti kur të vendos me dikan, rezultati nuk mund të marrë as për 1 muj, as për 2 muj. Ajo është e kuptueshme. Por rre me çato, vendose një limit, ku i keni qu limitin, bashkë me kushtrimin. Kushrimi ka klient që punon me të 6 vjet, 7 vjet. Por nështë hala se kam rrijat ato ku do të me shku. Por nuk do me thonë se mujnë e parë, mujnë e dytë nuk ka mujtë me kushtrimin, me qitë kockat edhe kësë përbëj ka për mu.
Mu këthy tani të graniti. Problemet e kockat është. Granit? Po, se po të dërprej, një sen shumë shkurt më të regu. Na jemi trajnerat që jemi pak rigoroz, sepse na e dim sakt që për me mri që ato që ka të klienti vjen edhe të pagun, neve na duhet më konë rigoroz, na duhet më konë shumë strekt edhe disciplinum, edhe ju rrim kry. Ju thojmë s'duhet ato, s'duhet këto, s'duhet këto. Tash kur flasim që thajt e sheqeri, nuk po thëmën që s'ki më hongër sheqer kur ti. Mirë, po disciplina do të më konë ma e ferë. Sheqeri është pjesë e veçantë që kemi me diskutu, edhe graniti. Kështu që, rrët e sheqeri pak. Se granitin duha ta pës nëse jo për 1 muj, për 2 muj, për cilin foli Rilindi. Granit, përsa arrin një ndryshim, një klient mund të arrin një ndryshim, sa do që është i vogël, po është i dukshëm. Ndryshimet fillojnë me vrejt. Mrena 3 mujve, e pas taj veç shkan të avancu. Po nërë 3 muj, zarë është shumë zarë. Mu mësu mu ushtru 3 muj mirë njëra. Po, shumë problem. Ndryshimet mund është me vrejt mas muj 3 edhe pas taj fillan të më avancu. E rezultati që do dikush ma sa mund të shjetë? Rezultatin varet këtë qatë, se nga përshem halas që nga mri rezultatin tonë. Jo, alo, nëse se keni mri rezultatin, qka me po na? Ky sport s'ka limit kur. S'ka limit. Se të nërdan mirë e ma mirë. Je për shambull, je shumë mirë, po ja për duhe, dhe diçka për duhe, se pak ma shumë mund, se për duhe, po mu definu pak ma shumë, ka... Cilat janë kërkesat më shumë? Edhe po du këtë dalimi me zdjeme dhe vajzat që vinë në fitness. Cilat janë kërkesat zakonisht? Të njërës spalë dhe tjetërës spalë? Po me bo muskuj, varet ashtë nëse dikosh dënë me hu pesh, po shumit a janë për me hu formcu. Te femnat po dijet, te moshkujt kanë qef pjesën upper body. Kjo po dijet. E kuptoni vetë. Për me është qëtësim, që kjo ne diskutim shumë shpesh të na në Kosovë, që kjo është qëtësim. Dhe se shumic e femnave, dhe më thonë, kanë pjesën e poshtme që i jepin për parësi që asoj kanë marak, e nuk i kuptojnë që shpina dhe krarori është nashta shumë më primar se sa pjesa poshtë. Edhe nuk mund është me zhvillu t'ja se si pjesën poshtë, që se ki pjesën altë. Trupi funksionon si një mekanizm sistematik që nuk mund është i me bon vesh një anë se me lan një dush, ja në njërë sistematike komplet, ja s'ki me pas rezultatin. Dalim të sheqeri. Problemi shumë njerëz. Jeni 3 vetë në studio dhe jam shumë kurios me dëgju prej se cilit prej jush definicionet edhe këndvështrimet që i keni për çështjen e sheqerit, ashtu siç dëgjojmë mendime të ndryshme edhe në rrjetet sociale. Kushtin po e nisin nga tin. Sheqeri për me qenë një trup siç e dëshirojmë, me qenë perfekt në këto suazat në cilat sot flitet shumë. A duhet patjetër të largohet sheqeri apo jo? Ndëgjoj, secili ushqim është pjesë e domosdoshme e organizmit. Mirë, po na duhet mos me harru kur që për me pas një trup mirë, duhet me pas një shëndet mirë. Tash, sheqeri, na e dim fillimisht që është katalizatori numër 1 i secili sëmundje në trup. Nuk ka sëmundje kancerogjene që nuk e zhvillon sheqeri. Që do të thotë, nuk jam me nal krejt, edhe pse me qoftë se do me mrit një nivel të nalt trupit bukur, ose të një atletit, ose të një sportistit garus, sheqeri duhet mu nal, mirë po për njerëz normal, duhet të merret minimumin e minimumit, sepse është i panevojshëm për trup. Nuk është i domosdoshëm, është pjesë që duhet mu konsumu mirë, po në minimumin e minimumit. E qysh është kë minimumi për më sqaru? Shumë pak ose heq. Shumë pak ose heq. Mira sheqerit të qenë syt kanë. Për ndryshe, prapë unë po thëmë, jo vetëm që ndikon negativisht në ndërtimin dhe ndokin e mirë të mosës muskulare dhe të trupit në përgjithësi, po edhe të shëndetit mrena. Sepse, po e marrë një shembull shumë thjesht, i mundesh me ble kirrin më të mirin botë, po nëse janë rënë ulen atje dhe se mirë mban motorin, atëherë kirri s'ka mund të dashur kurrë. Edhe kjo te trupi është hala maket, sepse metabolizmi jo funksional dhe jo i rregullt, me funksionim të rregullt, nuk mund të më sjell një trup mirë. Fund, s'ka diskutim për hiç. Rilin, sheqeri edhe ti. Fund ta kushtrimi, s'ka diskutim hiç për sheqerin. Stay away. Okej. Relax sheqerit. Nuk mundemi me... Mire nga ka ro shumë kohë gotë, nështë edhe kena pos fazën e pregaditjeve, asisoj nga ka ro shumë fazë gotë, për me najtë pa sheqeri nuk e kena pos diçka problematike. Ki momente caktume, po... Personalisht. Po? Jam njëri që s'konsumoj sheqer. Ta marrë edhe në një shembull. Me vjetë. Me vjetë edhe une, po e thëmë kështu, jo për mu shit, jo për mu bo dikushe, se s'është kjo nejt diçka, mirë po une 90% çokoladave, 90% ëmbëlsinave, mos më thëmë 95% nuk e u dhja shijen. Edhe që e funksionoj, kom 43 vjetë po i bëj. Po jetësh edhe pa sheqera? Pas të problem. Unë e kom pas probleme shumë me sheqer. Vitet e para, kur kom fillu me garu, kom pas shumë probleme me sheqer.
Bilem kujtohet një rast, jena konë me kushtimin në Greqi, unë e kom pas një kjesë veç me çokolada, mas garës. Edhe kom arrit me largu krejt çokoladat. Qysh ke arrit granit? Po me kalimin e kohës, s'ko mujt me largu me njëherë. Me kalimin e kohës, tash jam shumë i panvorën. Do më thonë, për sheqerin... Kretër psiqike, kur gjatë tjetër më shumë. Kretër psiqike. Është varësi sheqere, e kam diskutuar se edhe me të tjerë në studio, dhe sidomos këtë që qarkullon që sheqeri është një lloj varësie sikurse droga. Bëj këtë krahasim. A qëndron këtu përpara i ke 3 djemë që kjo pyetje bjen poshtë fill. S'ka varësi. Nuk ka varësi, ka vetëm psiqike dhe karakter të fortë. Po kur ki karakterin e fortë e largon. Përgjithësi. Për shembull, unë kur i them njerit i kam 15 vjet që çdo mëngjes e nisi me ve, më këshyrë kështu. Po e nisi me ve, sepse truni jam funksionon vetëm kështu. Edhe nuk ka varësi, ka vetëm psiqike dhe karakter të fortë. Po vetëm po du Graniti më na sqaru pak këtë. Pra, ti nëse ke një problem me sheqerin, duhet ta largosh. Si arrihet kjo? Do të hapa se më njëherë është e pamundur. Mundesh edhe më njëherë me largu. E merr kushtrimin edhe rilindit mas vetë edhe veç e këshyrë. Çfarë tek e mirë? Mundesh me largu. Mundesh me largu më njëherë. Ja, pra nuk është për shembull, unë buk mi thonë dikuj që nuk e moj men kur kom hangër, së beson kurkush. Buk. Diçka që për shembull na si popull e kemi ushqim domosdoshëm. Po, mos harrojmë që ju jeni në profesion në cilin natyrisht specifikat janë shumë të mëdha. Kujdesi juaj duhet të jetë shumë më i madh se sa shembullimi që mund të shkojnë fitness, por nuk merren me garë. Këto po i them edhe për klienturë që e kam. Për shembull, me këto biseda që i kam bërë me klienturën, e kam plot klienta që tash e kanë të eliminuar dhe sheqerin edhe bukën maksimum. Nuk kemi mes me hangër kur, po nuk e di çfarë benefiteve ka prej bukës sheqerit. Okej, am leoni t'ja parashit ndryshe pyetje, nëse je, do të thotë ushtron vazhdimisht, je i rregullt, a mund të arrish rezultatet duke qenë një përdorues i sheqerit, i brumrave dhe i ushqimeve të tjera? Mikronutrientët, jo, mikronutrientët edhe makronutrientët e bojnë trupin. Nuk e bën trupin fitnessi. 80% është mikronutrient, makronutrient, 20% fitness. S'ka trup pa disiplinë në ushqim. Okej, pra ushqimi me pasimin tjera. Okej, se ka shumë që tonë, për janë nisi fitnessit rilindë dhe ushqimin e vardoj njëjtë. Kur janë nisi fitnessit, jam të morë sheqer, jam të i pillet kafe, janë nisin me lodhe dhe sheqerin ushqimin ka dal. Janë nisin me rregullu këtë sistem. Kur janë nisin me kuptu, për shembull me klienta apo flas personal, krejt e din këtë muhabet, s'kam nevojë më fol më me ta dhe shumë herë më thonë ku ushtrim e di. Po s'ko mujt e kom prishme dhe mek, do më thonë s'ko mujt, ja badin e rikthej. Ani, vjen që të regojnë. Po, të regojnë. Po, të janë më të mirë. Të regojnë. Rilin, në gjitha këto që folëm, për sa i përket sheqerit dhe këtë humbish peshës, se kjo është pyetja që parashtrohet shumë, besoj edhe juve, kur t'ju vijnë klientat. Si të humbet peshë në një mënyrë më të shpejtë? Mos të harrojmë, sot ka edhe format e tjera, ka Ozempic që njerëzit e përdorin, natyrisht duke ditur edhe rrezikshmërinë, kështu që ti prekim pak edhe këto edhe mund të jepni këshillat e juaja. Për fat mirë, kam shumë që më kanë shkruar për këtë pjesën e Ozempicut, kena diskutuar shumë me Granitin edhe me kushtrimin, edhe kam shumë klienta që më kanë shkruar për me ushtruar një pjesë të një mirë me ta, kur asnjëherë nuk e kom preferuar kërkojnë as me Ozempic as me gjonat e tjera. Ka shumë efekte negative në ato pjesë dhe nuk ka njerëz të asoj lamis të na që të na jam të i po shumë sidomos trit, jam të i po që me këto pjesë e anabolika jam të punu shumë në shablon. S'po di as me kanë fullin, as me kanë diskutojnë veç, unë e di veç problemet, se mas nej kur vinë problemet, vinë të na. Më kanë ndodhë kjo, po ndodhë kjo, po ndodhë kjo, po ndodhë kjo. Tani është tjetra që te edhe kur ti pyet edhe kur ti vet, edhe që aty nuk kallëzojnë drejt, se mundohen edhe me ta mshef, a i këtë mundohet me mshef derisa t'ju thëm, nëse te ke bu që to nuk vinë qëto indikacione. Tani kthehet aty, po mire kise, qështu. E atër tani duhet tjera rrugë. Po. Kushtrim, Ozempicu po apo jo? Amir, kjo është një temë që për një meja vlen më majtë emisionet tona, sepse në Kosovë është fut më të madhe kjo farë mënyrit jetesës edhe që më të vërtet kam i shkatru njerëz në të ardhme që kanë me murë vesh ma vonë. Po e spjegoj shumë shkurt pa u fut më diskutu se tash duhet një emision tonë me fut, vetëm për Ozempic. Në qoftë se përdor Ozempic, qëllimi edhe puna që e bën Ozempicun trup është ndalimi e oreksit shumë thjesht, po e spjegoj për njerëz ma thjesht. Me Ozempic trupi jot nuk ka më të leju ty më hangër ushqim. Tash ti shtohet pyetja, cilët janë
makronutrient dhe mikronutrient që e ndërtojnë masën muskulare dhe trupin e përgjithësi. Domethënë, i kemi proteinat, i kemi karbohidratet, lipidet dhe fibrat. Tashti, në qoftë se ti nuk i merr çto në dozat e duhura për kilogram të peshës trupore, si ka mundësi mu ndërtu masa muskulare duke e potencu që Ozempiku pikërisht indet muskulare i hanë mas pari. Mas pari hanë indet muskulare, që do të thotë, ai ti hanë indet muskulare, ti nuk ke mundësi mu ushqy se nuk të lejon. Ta bën që rregullimin e metabolizmit deri në çat nivel sa që ti nuk ke mundësi me hangër 2 herë në ditë dhe ato në doza krejt vogla minimale. Çka po ndodh me njerëz? Njerëz po hupin kilogram sepse ajo është e prodhuar për diabetet e tipit S2. Domethënë nëse je diagnostifikuar me diabet e tipit S2, ato ta lejon ty me marr mjekësia. Mirë po, jo njerëz normal që nuk i kanë këto indikacione. Janë vetëm mbi peshë, po i funksionon organizmi normal dhe nuk kanë tendencat e tipit as S1 as S2 të sheqerit. Edhe është shumë matematik, shumë e thjeshtë kjo, s'di pse se kuptojnë njerëz. Ti s'po ke mundësi ti për me bën një ndërtim të një masës muskulare duhen 2, për shembull, gram për 1 kilogram peshës trupore. Nëse i ke 80 kg duhet 120 gram protein ditë, që është thelbësore esenciale për ndërtim të një trupit. Protein mo. Tash ti po i merr, po e nxen 30 gram ditë protein, atëherë çka ndodh me trup? Domethënë ti ke më arrit, më shku deri në atë nivel kur masa muskulare ka më të hangër, ka më të met masa vjamore jashtë, ke më dok i legsht, edhe masa nej me kalimin e kohës kanë filluar problemet prej traktit digestiv, lukth, shpretkë e vazhdimësi të poshtë. Granet, dua ta prek edhe një temë tjetër të rëndësishme, për cilën e diskutuam ne dje në fitness dhe më tha që ajo shihet që në fakt puna me trajnerët personal tek ne është shumë e popularizuara, është shumë edhe virale gjithandej, një pjesë e mirë ushtrojnë me trajner, madje nëse krahasojmë pak edhe me Shqipëri e vendet e tjera. Por pyetja vjen që edhe ky sport sot është i kushtueshëm. Edhe trajnerët sa janë të kushtueshëm, është një tjetër diskutim që bëhet në vendin tonë. Trajnerët janë bërë sikur kerrat. Ka edhe kerrat shtrejta, ka edhe kerra shumë të lira. Edhe te trajnerat, po. Edhe te trajnerat dallojnë çmimet, variojnë çmimet. Ka trajnerat shtrejt, ka mesatar, ka edhe shumë të lirë. Edhe mesatar, a? Se pasat e gjupta. Po, dhe ka të shtrejt, po ka edhe... Shtrejt janë ata për 2 muaj det të sjellin rezultat, ata janë shumë shtrejt. Po, për dika një dogot shtrejt, për shembull për dika kushtrimi një dogot shtrejt. Po, natyrisht që kjo është... Ja, dhe po thëmë, ka të shtrejt, ka mesatar dhe të lirë. Për të lirë, ato për dijet sa është i lirë, bava kia dhe papare krejt. Vesh me u dok. Edhe papare? Po, ka dhe papare. Ka dhe papare vesh me dok që i kam 2, 3, 4, 5 klienta dhe me marrë një me pare tani. Kjo është një çështje tjetër tani. Ka, dhe do më thë qaja ma i liri. Po, si sport në përgjithësi, është i kushtueshëm sot? Po, është i kushtueshëm. Besoj që është një ndër sportet më të kushtueshme. Po flas me najt çu duhet, tamam si për fitness bodybuilding, është një ndër sportet më të kushtueshme. A është një lloj luksi rilin fitnessit sot ajo? Unë ma shumë e shë nevoj. Nevoj, okej. Luks është ajo që e bojnë ana. Nevoj është nevoj, se fitnessi lidh këtë sport të tjera. E lidh futbollin, e lidh basketbollin, e lidh krejt. Na përmen edhe kushtrimi edhe graniti, na përmen edhe në emisione tjera, shembull që ushqimi është shkaktari shumë smundjeve sot të na që janë të ndodhur edhe në këtë botën, se jo vetëm në Kosovë. Mas ne unë mendoj që ti kur e fut fitnessin në rutinë të jetës tonë, ti pavarësisht një kohë kime pas edhe ushqimin dikur të rregulluar. Edhe kanë marrë edhe sene tjera pozitive. Po dalim të diçka shumë e rëndësishme që më njanojmë. Gjithçka nis prej ushqimit. Definitivisht, edhe nuk mendoj që vetëm në sportin e bodybuilding, po edhe çdo sport tjetër. Për shembull, unë para do dite po i shoh do djem të futbollit, klubi s'po e përmendni, s'ka rëndësi, edhe adin pe Maroku djem 3. Tash kom nis mu plak, po më dokën këta 3 kur pesha py lakmoj. Edhe po afrona po bisedoj me ta rreth mënyrës së ushqimit, domethënë çka është më e keqe që ata djem nuk e kishin idenë rreth ushqimit kur gjë. Po i pyesun e thash po para garave çka ushqeni, çush flani, sa merrni ujë, sa hidratoni, sa. Do sa shumë elementar për bazike, ato do të më ditë, mendoj sot djalë jam i din ato sana. Unë që djalin futboll, dhe djali jam e din që kur ka bili sidomos kur ka trajning futbollit, do të më ushqy, më hangër, më pushu, më pijoj. Nuk e kishin idenë, domethënë mu dhemten, kështu definitivisht mu dhemten, sepse nuk mundesh me arriti. E kemi shembull Ronaldo mbrehes po vazhdoi më ne hiç. Pse Ronaldo me 42 vjet vazhdon me lutë në Kupë Botës edhe hala vazhdon me sfidu djem të ri, sepse tipi e ka disiplinën, e ka racionet e ushqimit, domethënë me 4 makronutrient kryesor që i duhen trupit,
se cilat i hanë sasin, doza, në kohë, duhur, çdo ditë njëjtë, me vjetë tona, atë normalisht që ai ka rezultate. Për ndryshe ti kime qu sportin me gjyks pak, shumë shkurt. Edhe aty mbaron puna. Një kështu lidhje edhe një këshill shumë e rëndësishme, po dua, pse secilit prej jush se jemi krejt në fund, nga gjitha këto që i diskutuam, mbas edhe gjëra që ju kishit menduar që mund t'i nga një mesazh secili prej jush, disa gjëra kështu konkrete, ndoshta edhe gjumin veç nuk e përmendën, po dihet rëndësia e gjumit në gjithë këtë, po sigurisht ata kolegët tuaj për TikTok, ato këshilla që i dhanë, pak shaka natyrisht. Kështu që secili prej jush du pak disa këshilla të rëndësishme për gjithë ata që po na ndjekin, që mbase shkojnë në fitness, merren me këto sporte, por nuk i kanë këto informacionet për cilat foli pak më herët kushtrimi. Granit. Nëse doni një trup mirë, të shëndetshëm dhe të shnosh, ata që merren me fitness e bodybuilding, sa më larg ushqimeve të këqija. Një këshill kështu kur të vinë në palestër, se meshkujt kur të vinë në palestër thojnë, unë s'po du tru veç tu tesha pak më mnejt më mirë, edhe femnat e kanë, mas 2 muaj kanë me shku në pushim edhe mu dok mirë në pushim. Mos vinë me këto kërkesa, do më thonë let nisin, let e bujnë fitnessin edhe bodybuildingun në rutinë të jetës, let e shtinë në rutinën e jetës, si një diçka të mirë për shëndetin edhe për trupin e vetë, mas në i rezultatet let vinë. Kushtëm? Edhe diçka të fundit. Çka më thonë? Dëgjoj, unë kam prej rinisë zakonisht në përgjithësi, domethënë ajo këshilla që kisha mujt me ja, por që sportin që cilin e zgjedhin me bë, pavarësisht ajo se çka është, a është judo, është futboll, a është bodybuilding, ka pak rëndësi kjo. Krijoni disiplinë në jetë, sepse disiplina në jetë ka më sjell rezultate përndryshe, pa disiplinë në jetë. Edhe nëse i keni informacionet e botës, nuk kanë më mjaftuar për me arrit një rezultat në cilën do sport kush. Disiplinë, konsistencë, me këto dyja keni më mërri gjithë shka një jetë, jo vetëm sport, po ku do dhe shka do. Këshilla pa pare, besoj. Më mirë s'dimo. Unë i falenderoj shumë, edhe natyrisht ju falenderoj edhe për informacionet e rëndësishme që i dhatë për gjithë shikuesit. Punë bari ju pret puna e përditshme, po me siguri edhe gara e çmimet të tjera që jeni 3 ende. 3 ende. Ka 2 po, mos ishte dur të zjarë. Jeni do me këta. Dje, falenderoj shumë. Falenderoj shumë.